jam përballë, nuk ma përmend dot Enver Hoxhën dhe nuk ma tregon dot bi shpirtëror. Qetësoju zoti Rama. Zoti Rama, qetësoju, nuk e keni fjalën. Jo lash fjalën 5 herë. Me qetësi. Edhe po të mos ta përmendni. Dhe është Enverimi juaj që i ban pek. Ja përmend fare vetë. Nëse s'ta përmend unë ti atë. Jo, se përmend fare ose se kam problem fare, kam kapërcyer me kohë. Po s'ka si shqetësoj më fare. Nuk është shqetësoj, problemi bie im. Çfarë ka unë ato që s'kam fare. Tani, ç'po kena problem, po ku jeton dot pa Enverin? Ku kena problem? Ti do të varr. Do bëjmë debat me qytetarët. Sigurisht do bëjmë debat me qytetarët. Se s'kan përse është bërë ndonjëherë debat me qytetarët. Të marrim vendimin e tyre. Qytetarët atë shëmbët apo mos shëmbët, a? Pyeti qytetarët atë shëmbët apo mos shëmbët. Po pse për kultin e Enver Hoxhës do të pyesin qytetarët? Se ke shpresë ato pushtesin varrin. Po nuk jo ofendoj qytetarët, cili është kulpa. Nuk jo ofendoj qytetarët. Nuk jo ofendoj qytetarët. Për kultin e Enver Nuk jo Hoxhës. ofendoj qytetarët.